Një prindi kur jetë shumë thjeshtë, duke kërkuar që për një moment ai të kthehet në fëmijërinë e vet. Filloi në atë udhëtimin e vet të fëmijërisë të kujtoj gjithçka të vet, gjithçka të bukur që ka kaluar, çdo ëndër që ka patur. Dhe pikërisht ato gjëra që ai ka patur në dëshirat e veta, nuk ka arsye pse t'ia privoj fëmijës së vet. Nëse prindit do ta bënin një diçka të tillë, dhe nëse prindit do ta ndjenin shpirtërisht, ashtu si realisht, ata e ndjen pjesën e formimit, të edukimit të fëmijës, unë jam plotësisht i bindur që në shkollat tona, se edhe jashtë tyre, shumë gjëra do funksionojnë shumë më mirë se sa që funksionojnë deri më sot. Dhe nga ana tjetër mos harrojmë, fëmijët kanë nevojë për prezencën e prindërve. Dhe shpesh nëse fëmijët do t'i pyesim se cilët janë herojnë tuaj, jam i bindur që pak do të përmendin artistë, sportistë e tjerë, shumica prej tyre do të përmendin o nënën se babain e tyre.